Emisioni Jet o Jet me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent e Spitali Lindja. Nana hyte moj, edhe baba moj, kishin millon me dryt. Jemi rikthyer prapë në emisionin Jet o Jet, sonte na ka bashkua dhe shpend Tahiri me shokët e vet, me bendin e vet. Kemi fillu pak për fundin e festave të këtij viti që po e lëm pas. Dorën zemër mos na rash me harru që veta. Shkoj që shkoj, veç po mënohem pak mja fladit vetet me muzikë, pak mja shëhretu pak vetet. Po sot jemi të pjesa kulturës, se kush ma mirë se Sibel Halimi mund na flet për kulturën. Sonte kam të ftuar Sibel Halimin drejtoresh në drejtorinë për një sport dhe kulturë në komunën e Prishtinës. Sibel, kënaqësi që të kam sonte në emisionin tonë. Faleminderit shumë Jeton. Veç një përmirësim i vogël është veç drejtoria për kulturë. A veç drejtoria për kulturë? Po, vetëm kryeqyteti e ka të ndomë rini sport veç e kultura është ndomas. Faleminderit se ma tregove një se tani unë bëm përgjithë se për rini e sport, kështu që s'jam. Po, ki të drejt, e kam menuar se në shumë komuna është rini sport dhe kulturë, kështu është, po me gjithatë, a përshë njeri, dorën zemër sot të rënën edhe mësën. Edhe mësën, e vërtet. Ku për neve. Faleminderit edhe për kohën edhe për gjithë shka. Jo, jeni aktualisht drejtoresh në komunën e Prishtinës, ku mbikëqënit drejtoratin për kulturë, ose menaxhoni, apo si m'javnu emnin. A ka në vështirë me menaxhu drejtorinë e kulturës në kuptimin që kemi një qeveri që shë kemi edhe gjithë shka, si me thonë, varet nga qeveria, nga lartë poshtë, a ka qenë e vështirë me rumbullaksu kretë këtë gjë që me i arrit që ato suksese që ju i keni planifiku? Jeton natyrisht, do më thonë, tashmë janë në media shumë storje që kemi pas blokada nga më të ndryshme, edhe si komunë, dhe natyrisht edhe kjo ka afektuar edhe drejtorinë për kulturë. Unë fakt mandatin si drejtoresh për kulturë kam marrë në gjysmë, do më thonë, kam 2 vjetë që udhëheqi kulturën e kryeqytetit, dhe natyrisht me ritmin e dritës që thonë jam mundu që ta bëj më të mirën e mundshme, sepse kryeqyteti ka potencial të jashtëzakonshëm në kulturë dhe artë. Falë, kush ka qenë para teje? Ka qenë Arta Balaj. Arta Balaj, okej. Po, drejtoresha që vinte nga partia tjetër, pastaj me ato ndryshimet të cilat u bën. E kuptoj. Edhe uftova nga kryetari Rama dhe Abdi Gjiku për ta udhëhequr kulturën, natyrisht që ishte sfiduese për faktin që vërtet ta marrësh një udhëheqje të një drejtorie në gjysmë mandat, ku nuk arrin deri në fund të realizosh projektet që ti ki plan me i realizu në Prishtinë, po megjithatë ja dola shumë iniciativa e ndërtuam një standard tjetër të organizimit të jetës kulturore në kryeqytet, përkundër që këtë vit kemi pas blokata të vetme, domethënë drejtoria për kulturë e ka ndje mbështetjen për artista, thjesht për shkak të blokatës së buxhetit
si drejtori për kulturë nuk kemi arritë që të mbështesim financiarisht shumë aktivitete kulturore dhe projekte, iniciativa të cilat vijnë nga vetë artistët e Prishtinës, po me gjithatë kemi dalë, sepse kemi pas edhe një kontrat tjetër që ka pas bëj me zërim dhe me që kemi qujtë kuratori, bin dhe detajet të tjera teknike, kështu që jemi kombinu kësaj vetëm që jeta kulturore në kryeqytet thjesht ta ketat energjinë e vetë edhe potencialin, dritën e vetë që ashtu qysh artistat tani kanë. Për këto 2 vjetë, me cilën gjë që ju e keni realizu mund të krenoni? Tash, ka një diçka që edhe ty të plotëson kuptimin e asaj çka ke bërë për këto 2 vjetë? Kam inicu shumë projekte, kjo ka shumë rëndësi. E para është që kam arrit me bë fokus në librin. Okej. Domethënë lexueshmërinë dhe kemi renovu qendrën. Falë që po të mendoj, ka lexon kush këtë vend? Po ndëgjoj, na kur jemi në pozitë të institucioneve, edhe kur konstatojmë që nuk ka lexueshmëri, atëherë na duhet me bë të pamundurën që me rrit lexueshmërinë. Këto s'paku unë ke provu? Kam provu, sepse vi nga letërsia dhe nuk kam mund që ta anashkaloj faktikisht lexueshmërinë edhe këtë leximin ta filloj nga edukimi i hershëm. Kështu që kemi renovu për shembull qendrën kulturore në Dhukar, kemi renovu degën e bibliotekës në Ulpian, kam inicu qendrën kulturore dhe degën e bibliotekës në Kodrën e Trimave. Pastaj tani së fundmi jemi tu e hap galerinë e kryeqytetit për herë të parë në Prishtinë, që është në Pallatin e Rinisë, domethënë tash së shpejti do ta hapim. Kam inicu projektin për shtëpitë shkolla, do ta bëjmë muze shtëpitë shkolla të Hertizve. Domethënë që ka pas një solidaritet organik të shqiptarët, sistemi paralel i arsimit. Njëri prej aty në jamune. Po, kështu që jam përpiq me nxjerr më të mirën e moshme prej kulturës së kryeqytetit dhe mos mbetet vetëm në kryeqytet. Po thjesht të komunikojnë edhe me botën e qytetënume, sepse vërtet qytetarët e Kosovës kanë një potencial të jashtëzakonshëm, kanë një tregim që nuk duhet më të mbetet vetëm kur ulemi unë e ti të bisedojmë, po thjesht ta shndrojmë në muze e më pas që të bëhen edhe pjesë atraktive e turizmit. Ta dinë se këtë vend nuk ka qenë vetëm luftë, po edhe në paqe ky vend ka ndriçu, thjesht janë solidarizu edhe i kanë hapë shtëpitë e veta vetëm për të mos lënë arsimi të mbetet anash apo shëndetësia e tjera. Kështu që edhe shumë ngjarje të ndryshme kulturore, siç e keni pa, domethënë Prishtina ka vlu prej ngjarjeve kulturore të organizuara, edhe projekte të tjera të cilat momentalisht po më kujtohen, këto janë pak a shumë. Po, megjithatë kur punohen shumë projekte është vështirë edhe mi mbajt mend gjitha sepse Prishtina është gamë e gjanë dhe po unë konteksti i pyetjes ishte që diçka që ty domethënë je ndje plotësume edhe ajo u përçu si mesazh. Megjithatë jeta kulturore në Prishtinë kur njeri ja mësyn për një qyteti tjetër me armë me pa diçka në Prishtinë ose një shfaqje ose një koncert, domethënë është veç Prishtina, se nuk qohet njeri type me thonë hajtë se për i hypi kjerit për shkojnë Rahovec, pa të keq. Po, se është krye qendra. A dohet të bëhet, a dohet të ketë aktivitete ma shumë në kuptimin e gjërë të fjales, domethënë të ketë shfaqje, të ketë organizime, koncerte, në kuptimin e asaj që të vloj sheshit, të vloj qendra, sepse këto është zemra çdo gjëja dhe prej këtu nis gjithçka. E vërtet, po ajo çka unë kam dashur brenda kësaj periudhe ka qenë që kultura dhe arti me qenë shumë divers. Domethënë mos ta kuptojmë vetëm në nivel të muzikës, po për shembull harrova me theksu faktin që e kam transformu bunkerat në Ulpian. Për shembull, bunkerat kanë qenë strehimore ku thjesht kur ke kalu për rreth kanë gjallë frikë edhe ajo heshtja, ajo katrahura që ka qenë për rreth, vërtet ka dhënë një farë mesazhi keq. A mund njëri për shembull me shumë i pa? Po, edhe tash. A ky është shtorore, a kur mund njëri me shku për shembull? Po, kjo hapësirë është kriju për shembull për me
për artistët e Prishtinës dhe jo vetëm. Është një hapësirë që së fundmi i kemi organizuar një 3 ekspozita të një pas njëshme, me artistat më të mirë që i ka Prishtina. Kështu që tash unë bëj thirrje këtu që vërtet bunkeret e Ulpionës mund të jetë një hapësirë për çfarëdo ideje që munden me i realizu artistat. Për shembull, hyrjen e parë kemi bërë si rezidencë. Domethënë që artistët mund të punojnë aty, ta shfrytëzojnë hapësirën më pas për ta ekspozuar punën në pjesën tjetër. Kështu që kam dashur që kultura me u paraqit shumë dimensionalisht. Domethënë ta ketë fokus librin, ta ketë fokus shfaqje, domethënë teatri Dodona është renovuar, kemi tash një sër shfaqjesh të ndryshme të cilat po shfaqen në teatr, pastaj kënej arti pamor, edhe shumë zhandre tjera. Kështu që për neve është shumë e rëndësishme që ta japim këtë mesazh, edhe politika po e shohim se si është, blokada, toksiciteti, polarizimi, kështu që unë e mora një mision brenda këtyre 2 viteve thjesht qytetarët mi orientu ka vlerat e artit edhe kulturës. Kështu që ka qenë edhe një mision, jo vetëm si drejtoresh për kulturë me ofru një skem të ndryshëm të diversitetit të artit dhe kulturës, po thjesht të ndryshoj energjin aktualisht që po mbisotron në krejt Kosovën. Dhe besoj që këto ja kemi dalë edhe me këto organizime edhe me iniciativat të ndryshme. Jo, mos u mërzit. E qaq. Me që e thatë që është renovu teatri Dodona, për shembull. Menaj që kjo është krejt personale, nuk do me thonë mu pajtu. Unë menaj që teatri Dodona e ka, si me thonë, atë aurën e së kaluarës edhe aty u konë fokusi kej qytetarëve. Për shfaqje, për takime të artistëve, kështu me radhë. Po menaj që koha pak e ka devalvuar kuptimin e lokacionit. Ajo pjesë, ku është teatri Dodona, është, si me thonë, pak është një zorë qore, është problem me mëri, problem është për lokacion. Për shembull, a kine ide që shbohat, për shembull, me një hapësirë ma gjanë, më zhvendos, më rujt, që ajo me mesë si tip muzeu, më tregu që i vetëm institucion kulturor. Se dyqysh është ngosht be, Sibel, a do këtë të ty që janë ngosht, dyqysh, fartë më do këtë që ty me shku sinkra, me hiper, me shku në teatr, atë 2-3 vetë më zatet, atë shumë, veç pak, këtë se po him. Veç me ardhë jeton shtunën, ku gumëzhin prej fmive, edhe prej shfaqeve, besos që do këtë shumë gjanë. Jo, në kuptime, ajo është institucion që ka vlerat të jashtëzakonshme. Do më thonë, objekti fillimisht është në mbrojtje. Do më thonë, nuk ka shans ato me transformu në diçka tjetër, sepse është në mbrojtje dhe është destinume për teatr. Mirë po, ajo që unë kisha dashur që nuk është në domosdoshmërisht në mandatin e qeverisjes lokale, është me ndërtu një teatr të ri. Një teatr të ri kombëtar dhe teatri aktual, i cili është duhet me qenë teatri i qytetit. Mos tina ka teatri kombëtar, se atë tani, po him pak, hajde, okej. Pse s'është në kompetencë të... Duhet me ndryshu konstelacioni i institucioneve kulturore në krye qytet, dhe jo vetëm. Për shembull, tash teatri Dodona, me ato çfarë na e synojmë dhe e kemi vizion, duhet të mbetet teatr i fëmijëve. Ashtu që e ka pas identitetin e vetë historikisht dhe njihet tani. Teatri aktual, teatri kombëtar, duhet të jetë teatr i qytetit, sepse nuk i përmbush standardet e teatrit kombëtar. Dhe teatri kombëtar duhet ndërtohet diku tjetër. Dhe ne me programin e LDK-s, do më thonë, e kemi ndryshu këtë konstelacion dhe kemi dhënë një vizion shumë të qartë të njëherë përgjithmonë që ABC-ja infrastrukturës fizike të kulturës duhet njëherë përgjithmonë të marrë fund, sepse ne ka me vite që gjatë gjithë kohës themi teatri po renovohet, ka 3 vjetë e gjys, 4 vjetë i cili nuk po hapët. Dhe artistat tonë, do më thonë, po hymë në përskuta të objekteve për t'i realizu shfaqet. Mos marrë që teme, mos marrë që teme në teatrit kombëtar, se kemi me diskutu këtë pjesë. Veç një gjo nuk e kuptova, pse Prishtina me ligjin për Prishtinën, a përfshihet edhe
me pas të drejtën, me pas spitalin e vetë, me pas policinë e vetë, me pas teatrin e vetë. Po, Pse? absolutisht. Po, e Pse ka në s'ndodh mandatin, e ka në mandat. Për shembull me spitalin e Prishtinës është nda parcela, po kemi pas probleme me blokadë. Po, ja, e mora vetë si Besoj që shembull, kryetari e ka theksuar disa herë, kështu që natyrisht kryeqyteti duhet me pas të rahatuar njëherë për gjithmonë gjithë konstelacionin edhe të spitalit, edhe të institucioneve kulturore dhe në përgjithësi. Për shembull, ne kemi kriju orkestrën e kryeqytetit. Domethënë duhet me pas baletën e kryeqytetit, që tash e kemi inicuar për buxhetin, planifikimin e buxhetit 2026. Kështu që patjetër që duhet, por kjo nuk bëhet vetë, si disa po e me qarë. Kjo duhet të jetë gjithmonë në bashkëpunim me nivelin qendror. Sepse janë disa objekte, po e zëm, për renovimin e teatrit Dodona mu më është dasht 7 muaj pres, sepse është dasht me marë lejen, sepse është objekt mbrojtje, dhe duhet IKMM-ja me ta leju për me ndërhy aty. Është bë projekti, është... Nga Hajro Qeko? Paka shumë. Do më thonë, ne duhet... Institucioni që menaxhonoj. Gjithë shka, do më thonë, këto objektet që janë në mbrojtje, trashëgimi kulturore duhet patjetër me marë lejen nga IKMM-ja. Tash pashtu edhe të muzeu i shkollës së artistëve të shtëpive shkolla. Edhe kjo, do më thonë, duhet me marrë leje. Herën e parë, do më thonë, kur e kemi dërgu projektin, i kemi marrë për shembull një sër rekomandimesh. I kemi përfshi rekomandimet, prap tash e kemi dërgu. Prap na kanë dërgu rekomandime. Kështu që, apo e shihni gjatë gjithë kohës jemi në një betejë që na merr kohë, na merr energji, qëllimi është me ndërtu muzeun. Sibel, ju si LDK, për pezëm, a keni me provu mi zvoglu me sto procedurat burokratike? Ma në bërë se na shmenden, IKMM-ja, IPSS-ja, SSMS-ja, një letër, po ju s'po shkoni me prish, ato, po shkoni me nëreq, me bo ma mirë. A vden 7 muaj dit me prit për një letër. Gjëja ma e vlefshme në këtë jetë o koha. Për çka me prit një letër 7 muaj për me shku me nëreq diçka. Po lume shqyqër që dikosh po dënë me nëreq, mi thonë, nisja nëreq me njëherë. Dëgjo, është një çështje shumë e rëndësishme që do të me bashkëbiseduan e ti. Na nuk kemi problem me mekanizma, kemi problem me njerëzit të cilët i udhëheqin këto mekanizma. Me njerëzit të cilët. Do më thonë, na kemi tek ajo niveli ku personalizohen procedurat ka ma shumë motiv personal se sa vetë ekzistenca e mekanizmit. Sepse unë e pajtona me idenë që objektet të trashëgimisë duhet me u rujt. Po, mu trajtu me kujdes. Me u trajtu shumë me kujdes. Prandaj janë procedurat... Kush kalu pe men me më shumë i prish. Bëhet, po ka pas edhe të atil që ka pas përpjekje dhe me i prish. Prandaj mekanizmin qëfëse kish me pas zbatueshmëri të sakt dhe me pas vullnet për atyre antarëve të komisionit për mi shty proceset përpara dhe jo me u përdor për agenda politike, atëre, do më thëmë, po flasim për dy çështje të ndryshme. Sepse unë jam për mekanizma, jam për zbatim të procedurave, jam shumë për sundim të ligjit, sepse ato nuk janë vendos rastësisht. Për momentin kur këto bëhen, shfrytëzohen për agenda politike, edhe për blokada, dhe që të mos lejohet, zhvillohet kryeqyteti, atëre, do më thonë, kjo është për të shqetësu, dhe kjo kërkon një vetdije qytetare për të ndryshu dhe për të reagu me ashpërsinë më të madhe të mundshme. Ma kujtove një gjo, a ke pa në reagim të Hajrullah Qekut, ish kandidatët për kryetar të Prishtinës, për shembull që Prishtina met pa transport publik për një javë ose 10 ditë rresht, se theke e kum dëgju vetë kjo unë ndjej Prishtinën. Do më thonë, këta kandidat, a e ndjejnë Prishtinën edhe kur hupen, a veç kur fitojnë? A të karonë sy nëj reagimi ti? Po, problemi i kësaj qeverisje, do më thonë, të nivelit qëndror, po edhe të vetëvendosjes në përgjithësi, është që thjesht e kanë artificialisht, jo vetëm një kandidim për një kryetar kryeqyteti, po edhe kauzat i kanë artificiale. Kështu që gjithë shka është artificiale, sepse me gjitha të konsideroj që kur kandidon për kryeqytetin, ajo duhet mu mishëru pastaj edhe me orientimin tënë politik, edhe të nivelit nacional. Gjatë gjithë kohës ti keme umarë me çështjen e kryeqytetit, pavarësisht se cilin do pozicion je. Kështu që
Prandaj nuk e ka fitu kryeqytetin. Okej. Sepse ajo kërkon jo vetëm për të mandatuar periudhën e fushatës dhe për të marrë qeverisën lokale, por e kërkon edhe një farë backgroundi, domethënë çka ke bë para kandidimit, domethënë sa ke investu në kryeqytet. Për shembull, nëse e merr si ministër i kulturës, çka ka bë për kryeqytetin? Asgjë. E kemi teatrin kombëtar renovim, e kemi galerinë e arteve renovim. Gjitha institucionet që lidhen me Ministrinë e Kulturës në kryeqytet faktikisht është në një kollaps të caktuar. Pse fola për teatrin e qytetit? Sepse Akademia e Arteve të na prodhon çdo vit aktor. Edhe për me u punësu në teatr një aktor duhet duhet me dalë në pension dikush, për me më rrit dikush me hi në vendin e tij, bla bla bla, nuk është e lehtë as pak. Menoj që jo si LDK ose edhe këshill kështu, me insistu shumë që me marru teatrin e qytetit, sepse ka shumë aktorë që kanë nevojë me të tregu talentin e tyre në teatr, dhe kjo kishte me qenë një edhe vlerësueshme nga ana e aktorëve, po edhe një punë që kishte për të mbajtur mend në qeverisje lokale. Absolutisht. Domethënë, ajo çka ne synojmë është që teatri kombëtar, i cili është, domethënë edhe një po e përsëris me qenë teatri i qytetit, sepse edhe pozicionin infrastrukturore ka shumë të pozicionuar mirë. Ndërkaq, jo vetëm teatri kombëtar, po duhet edhe teatri operas dhe baletit me u përfundu një herë për gjithmonë. Sepse teatri kombëtar joni është i keq më pe jashtë. Vetë na lëkëshore një ditë, se na do të me volë seriozisht, da vlen se dyqysh po tutëm, kur nalesh është pak si pleme e gjanve. Për një me po, kështu pa të keq, unë s'po dhëmë. Dyqysh teatrët në për 2 kur po deljen, tjetër format, tjetër gjohë, s'është që t'jep në e farë, për besë është i keq më po jashtë. Edhe hala ma të keq që bën faktin që Ministria e Kulturës që 3 vjetë, edhe me gjasë edhe 3 vjetë kishte me vazhdo me renovu. Do më thonë 6 vjetë. E bona një kalkulim një ditë, lejnë fëmija, shkon para shkolluar. Edhe s'mund asnjëherë me shku. Edhe s'mundet me shku. Qyshe, që ka ndodhë me teatrin kombëtar, qyshe keni zgjidhë, sepse edhe jo jeni hisedar në kuptimin mjatë gjithë një lokacion, mos milon artistat në rrugë? Në fakt, çështja e teatrit kombëtar lidhet direkt me Ministrinë e Kulturës. Ajo çka na kemi bërë ka qenë që teatrin Dodona e kemi ofru si hapësirë artistave për me realizu shfaqjet e veta. Kështu që kjo ka qenë dimesa e cila na takon neve në mandatin e komunës së Prishtinës. Sepse ne nuk e kemi shkopin magjik, apo jo, tash me thonë, mirë, ky nuk po mundet, hajde ne po e ndërtojmë një teatr tjetër kombëtar. Prandaj nevojitet një vizion tjetër në përgjithësi të zhvillimit të kulturës edhe artit në kryeqytet. Domethënë s'mundesh me thënë jam ministri i kulturës me kandidu për kryeqytet, me lëviz në disa dimensione, po duhet thjesht me pas kështu vullnet që ndryshon një herë përgjithmonë çështjen e kulturës edhe artit. Domethënë nuk mundesh për shembull ti me i lënë artistat jashtë, edhe mos me pas mundësi për mja u siguru një hapësirë tjetër për realizimin e shfaqjeve. Kështu që, kur je në shtet, edhe aty ku ndërhyjmë për renovim, ti me njëherë dush me ofru një hapësirë tjetër ku thjesht jeta kulturore e shfaqjeve nuk mbetet peng, sepse është për një merë, ne jemi kryeqytet dhe është tepër problematike na mos me pas shfaqje edhe me funksionu apo me komuniku vetëm me një lloj të artit. Kështu që shfaqjet janë tepër të rëndësishme për audiencën dhe për zhvillimin kulturor të kryeqytetit në përgjithësi. Është e vërtet. Si është, në fakt, çka është bë për rinin në Prishtinë? Kjo është gjaja ma e rëndësishme. Për shembull, në shumë raste na flasëm për rinin. Flasëm. Po diçka konkrete, a keni bë për këtë sop mandat sa keni pas, sepse ju jeni me gjysë mandate, dhe normalisht që është e vështirë mu realizu këtë kjo. Çka është mendu, çka është bë? Ideja për shembull se si është e përfshime rinia në kulturë, sepse thash edhe një herë që unë kam vetëm kulturën edhe artin, e di që drejtoria për rini dhe sport gjatë gjithë kohës ka bërë përpjekje me i mbështet projektet, sepse kur je në qeverisje e ke një farë buxheti që
nuk donë gjitha aktivitetet me i centralizu, do më thonë me i organizu ti, po ja jep mundësin projekteve të cilat janë të jashtme, edhe me zhvillu mendimin kritik, edhe me zhvillu shumicën e projekteve në përmjet në mbështetjes. Kështu që është shumë me rëndësi me theksu këtë bashkëpunimin që e ka pas komuna, veçanërisht edhe kryetari Roma që e ka pas fokus edhe rinin, sportin edhe veçanërisht edhe kulturën jashtëzakonisht shumë. Kështu që te kultura fokusi jem ka qenë zhvillimi i talentëve të ri. Do më thonë mbështetja e talentëve të ri. A ke shumë në talent, Maja? Ke shumë në talent? Jo, as nuk e besoni sa shumë kemi. Do më thonë kemi jashtëzakonisht shumë talent, edhe kanë diversitet të llojeve të ndryshme të artit. Prandaj ne duhet me u fokusu jo vetëm në aspektin e një lloji të artit apo të një moshe të caktuar, por ne duhet patjetër të përfshihemi në shkolla, të zhvillojmë artin edhe kulturin në shkolla, sepse edhe sistemi arsimor në përgjithësi është shndruar në një sistem i cili më shumë po prodhon seri të nxënësve se sa zhvillim kështu të imagjinatës edhe zhvillimin të mendimit kritik. Kështu që arti e zhvillon shumë këtë personalitetin e fëmijëve, kështu që atë sa i ka taku, do më thonë, kryeqytetit e kulturës, kemi pas shumë projekte që jemi përfshi edhe në sistemin arsimor DK-n, do më thonë, në bashkëpunim me DK-n edhe në shkollat e Prishtinës. Muzika po dëgjon ndonjëherë, apo kiko? Natyrisht, të më thonë, muzika ndëgjohet edhe atëherë kur punohet. A kena e preferencë muzikore pak të relaksojnë ama vetin, e kena ta djelmosha këto të mrekullueshëm, më na e kënu një këngë. A kena e preferencë apo ma lemu në preferencë? Unë të kisha propozu ma mirë ti. Një këngë të letë, jo shumë gjatë, që s'kem kohë, një këngë të letë në dorën e joj. Deri sa pak të relaksojnë pak ma vetin se kena folë këtë vetë, pe janarit kër ja këna njësë krejt jem të full, këna pas zgjedhje, që besa nuk këna prodhu në e farë zgjidhje, përveç në disa komuna që u po që është rikonfirmu edhe po vazhdohet me ata të cilët ka njësë projektet për t'i vazhdo. Ape vazhdojnë një këngë, qëfare do një jo në pjavlon në diskrecionin e juaj, qëfare t'ja mërmenja? Po më presh shnia sot, për me dal me pije, për me dal me pije jama. Adhe dhe shqecimet moj, tim bis me rakije jama. Se jam qunë Tirane maj, për shpije shoqnije, me ta ban Tirane jama. Se jam qunë Tirane maj, edhe për dashnije, e fukara edhe i pasur, qefin do të bëja. Zbrazën gotat një nga një, mbushi prap me pije, mbushi prap me pije jama. Se kem tratit prej babës, me qem pak që plije, me qem pak që plije jama. Se jam qumë Prishtinë e maj, për shpije shoqnije, me ta bon Tirane jama. Se jam qumë Prishtinë e maj, edhe për dashnije, e fukara edhe i pasur, qefin do të bëja shaj. Qumë Tirane maj, për shpije shoqnije,
me ta bon Tiranë jaman. Se jam qumë Prishtinë maj, edhe për dashnije, e fukara edhe I pasur, shefin do të më. Sibel, po të referona kështu mitësisht, kemi pas, që të thash edhe ma heret, shumë zgjedhje, shumë palë zgjedhje. Si po e shek këtë situatë që është kriju, edhe mas këtë këtyne proceset zgjedhore, pra përfundon zgjedhje? Situatë shumë e vështirë, edhe më besoj që nuk kisha dashur asnjëherë që politika me u degradu deri në këtë nivel. Dhe fatkeqësia më e madhe është kur kemi një parti në qeverisje e cila ka ardhur prej krizës dhe po e mirëmban krizën edhe në qeverisje. Domethënë, nuk ka pas ndonjë gatishmëri kështu për të krijuar institucionet. Prandaj është shumë e rëndësishme që qytetarëve t'i ofrohet një stabilitet institucional, sepse koha po lëviz, edhe është jashtëzakonisht e çmuar, vendet e qytetëruara po ecën me hapa tepër gjigant, ndërka që ne nuk po mundemi me I kriju institucionet. Kjo vërtet është për t'u shqetësu dhe do duhet patjetër që sa ma shpejt që është e mundur të përfundojmë edhe ky cikël zgjedhor dhe të vetëdijsojmë njëherë për gjithmonë që institucionet nuk guxojnë më me I lan peng të grupeve të cilat thjesht nuk arrin me I stabilizu këto institucione. Sepse është sinqerisht për të ardhur keq edhe ndaj qytetarëve. Besoj që mu vjen keq me dalë në debate tash edhe me kërku votë. Më vjen keq. Se vërtet atë shumë është degradu politika, atë shumë njerëzit janë lodhë, sepse kjo qeverisje nuk ka arrit me I zgjidh problemet e qytetarëve. Thjesht duke ndërtu kauza artificiale, duke sjellë në tavolinë tema të cilat jo domosdoshmërisht e prekën jetën e qytetarëve. Edhe ti edhe unë jemi prend, apo jo? Po. Duhet me u zgju mëngjes, me I çu fëmijët në shkollë, me I çu fëmijët në çerdhe, e ballafaqohemi me shportën, e ballafaqohemi me çmimet e larta, ballafaqohemi me kriza nga më të ndryshme, e tash vërtet kur je në qeverisje nuk arrin me I bë zgjidhje këtyre problemeve që e letojnë përditshmërinë e qytetarëve, pse je aty? Pse je aty? Ti mundesh me prek sentimentin për shembull të një traume që ka përjetuar kjo shoqëri dhe gjatë gjithë kohës me na sjell në tavolinë tema të ndjeshme. Njerëzit mund të votojnë, sepse ti po e lun rolin e një giganti që zgjidh probleme runë territorin e Kosovës edhe krijon disa kauza të cilat qytetarët thjesht mund të duart trokasin. Por një parti politike kur udhëheq me vendin nuk mjafton veç me qëndru me gjendje reale që e ka shoqëria, po duhet mi pri. Duhet mi pri edhe me na bot barabart me vendet e qytetënume. Kështu që kjo mendoj që është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe betejat politike duhet fillojnë dhe të mbarojnë në fushata, ku argumentohet me ide konkrete. Dhe qytetarëve duhet me mësu që prej politikanit duhet me kërku përgjegjësi, jo fjalë boshe, jo fjalë të cilat I merr era dhe pastaj prap kandidojmë, prap hyjmë në një cikël të ri vicioz. Kështu që mu po m'duket që politika është shkput prej humanitetit, është shkput për njerëzorës. Thjesht po ecë kështu në mënyrë stihike, edhe po e synon vetëm pushtetin. Paj pushtet është përgjegjësi tepër e madhe, apo jo? Unë e shoh me drejtorinë për kulturë, për shembull, sa me ndjeshmëri edhe sa me kujdes dush me udhëheq, sepse fjala jote, mendimi yt, veprimi yt mund dikon tek jeta kulturore për shembull, ose mund dikon në diskriminimin e dikujt për shembull. Kështu që vendimarrja është shumë e rëndësishme, edhe politika unë po besoj që duhet komplet me u transformu diku tjetër. Dhe unë po besoj që qytetarët e Republikës Kosovës e kanë kuptuar se e patën një mandat. Domethënë, e patën edhe mundësinë për qeverisë dhe nuk u arrit. 9 muaj në këtë kohë, në këtë dinamik, në këtë shekull, ne me I humbë me miliona euro, me investime, projekte, thjesht ndërkombëtarët me na qëndru në zyre, se ne nuk po arrim mi kriju këtë institucionet për besë. Një me, Sibel, për besë është marrë. Kallxana,
me që i përmenë ndërkombëtar, kështu, çka pjo thojnë kur po jeni kështu veç me ta? Se që ke interesant publiku, a pjo thojnë a i sen që ka mundësi me nda për publiku? Dëgjo, shqetësimi është, sikurse jona është edhe i gjithë korit diplomatik në Kosovë. Janë të shqetësuar me gjendjen e krijuar. Askush nuk don me pa Kosovën të stagnuar, thjesht mos me pas vullnet politik me i kriju institucionet. Natyrisht janë të gjithë shqetësuar. Por unë po besoj që ky shqetësim sot duhet me u adresu si duhet, sepse është Kosovës ju dha edhe një mundësi me këto zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe mo thjesht ta largojnë këtë konfuzitet, këtë mjegull që u kriju në Kosovë. Të përzgjedhen ata që, apo ato që kanë një farë orientimi tjetër për zhvillimin e vendit edhe Kosovës në përgjithësi. Sepse me gjitha atë unë konsideroj që qytetarët e Republikës Kosovës vërtet e meritojnë një jetë pak më të mirë. Besom sepse tash Kosova është peng, është bo peng i disa tekeve të Albin Kurtit për mos me i dhanë orientim zhvillimit vendit. Një politikan i cili është i përgjithshëm, nuk menon veç për zgjedhje, po menon për gjeneratat e ardhshme që do vijnë. Kështu që po mendoj që na këtu kemi mbet. Na këtu thjesht ideja se si merremi me qytetarët është vetëm për çështje votash. Prandaj edhe nuk po kursehet edhe gjuha e urrëties, nuk po kursehet polarizimi, nuk po kursehen krijimi i këtyre ndeqeve mes njerëzve. Kur më shumë se tash Kosova nuk është e përçame. Kur më shumë se tash për shembull nuk ka kaq shumë polarizime. Paramendoni sikur kjo kasë politike që po udhëheq vendin me pasqyrë në situata të jashtëzakonshme. Na sot nuk ishim shtet. Na sot nuk e kishim lirinë as pavarësinë. Prandaj kërkohet maturi, kërkohet përgjegjshmëri e lartë kur hyn në politikë. Sibel, pse po e votojnë njerëz me të madhe? Domthonë zgjedhjet e non shkurtit, po të këtij viti, domthonë e kanë votuar dikon të 42%. As po më rrin ish opozita me transmetu mesazhin të qytetarët, apo jo si klasë e re politike në kuptimin e marrjes së përgjegjësive, ju ka ra përhise dhe ju përcjell çaj idhnimi të cilin elektorati e kanë pas me establishmentet të kalume dhe tani mo ju ka met në dorë juve në kuptimin ju ka met në dorë, po do atë me thy këtë mendësi e cila u kriju. Pse po ndodh kjo? Unë asnjëherë nuk dua me vu fokusin tek qytetarët, edhe me i bë fajtor. Po qytetarët po bijnë pushtet. E qartë. Nuk dua t'i bëj ata fajtor pse kanë përzgjedh vetëvendosje në pushtet. Po sepse informata nuk është përqu si duhet. Dhe natyrisht që sociologjikisht gjithmonë është e nevojshme ky 2 dekadë që kërkon një farë transformimi, edhe politik, edhe shoqëror, dhe mendoj që ka një kohë ku dasht me bo disa ndryshime. Dhe fatkeqësisht i ra ndryshimi më u bo me përhise i ra këtyne. Po ndryshimi për të keq fatkeqësisht, sepse t'ju them të drejtën, pavarësisht që na unë jam në Partinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kur shteti im udhëheqet prej një partie të tillë, nuk isha dashur asnjëherë të jetë kaq keq. Sepse fundit unë pavarësisht që jam parti opozitare, nuk isha dorë që shteti jem ta merr këtë te porze. Dhe qytetarët duhet të vedisohen, tash e kanë pa, ja u ka dhënë mundësinë, e panë që nuk kemi asnjë rezultat konkret, e panë që ka rritje të çmimit edhe të energjisë elektrike, edhe të gjërave elementare ushqimore, e panë që nuk ushtru asnjë rrugë, e panë që nuk ka asnjë rezultat konkret. Kështu që prej krize erdhën, prej krizës po e mirëmbajnë vetën në pushtet, natyrisht gjithmonë me disa kauza të cilat qytetarët shpeshherë nuk janë të vetëdijshëm, por që besoj që tani janë vetëdijsuar që përgjegjësia për këta që janë në pushtet duhet patjetër t'i takojë edhe atyre. Po besoj që tani jemi në një situatë krejtësisht tjetër dhe konkrete nuk kemi asgjë. Dhe kanë mundësinë me përzgjedh mes partive, ndërmjet partive që ofrojnë program,
LDK-s që ofron një program të qartë dhe din sakt çfarë ka me bë me ekonominë, çfarë ka me bë me arsimin, çfarë ka me bë me kulturë, art e tjera. Dhe kemi një parti e cila po e merr kështu në mënyrë absolute pushtetin pa asnjë ide edhe pa asnjë prezantim të programit të tyre. A e keni pa për shembull që në media, që është fatkeqësi shumë e madhe, nuk i shohim. Nuk kemi një prezantim të qartë ideve se çfarë kanë me bë për shembull brenda periudhës 4 vjeçare. Thjesht ka veç gjuhë të urrejtjes, ka polarizime, ka rikthim të historisë, ka etiketim, degradim edhe të personave të cilët janë me mendim ndryshe prej asaj që ata përfaqësojnë. Çka bëhet Sibel nëse na shkojmë ose jo shkojmë, po në fakt shkojmë me parafërsisht me të njëjtin rezultat. Çka bëhet me këtë vend? Përbes qytetarët tash e kanë një mundësi. Qysh mundet njëri me hi për shembull me bashkëqeverisë me një parti që është e dëshmuar që të prejnë në besë? LDK-ja e ka rujt konsistencën, edhe nuk kemi dasht me bë koalicion, besoj që edhe kryetari Abdixhiku gjatë gjithë kohës e ka artikulu shumë qartë, sepse kemi konteste të ndryshme edhe në kuptimin edhe ideologjik, edhe përmbajtësor, edhe nuk na bashkon vizionit që e kemi për zhvillimin e vendit. Kështu që qytetarët tash e kanë një mundësi, do më thonë ju ofru edhe një mundësi me pa qartë që kujt duhet m'ja besu shtetit. Për ndryshe, nëse kemi me shku me këtë ritëm, apo në rast se do të kemi, edhe që unë jam e bindur që lëvizjave të vendosura nuk do ta ketë kur më atë ndikim, kur më atë mundësi absolute për të udhëheqë me vendin, sepse e patën apo jo, edhe në mandatin e parë, edhe tash vota ja u besoj shtetin, por po e shohim që lëvizjet janë tepër të vogla në përmirësim të jetës së qytetarëve në vend. Sibel, jo jeni pjesë e listës në radhët të lidhjes demokratike të Kosovës. Garoni me numrin 24. Në këto palë zgjedhje, edhe unë si votues potencial, pse duhet më votu juve? E ke fjallën për LDK-n apo për mu? Jo konkretisht për ty, se për LDK-n, po më ne falem deri që tash, po ka edhe akter tjerë të cilët t'ja vlojna pak me foljet atyne, po juve pse do të më votu edhe pse ti duhet me konë në parlament? S'ke qenë asnjëherë në parlament? Jo. Pse duhet m'ja bo sefte? Besoj që me udhëheqjen e kulturës së kryeqytet kam dëshmu mjaftueshëm që mundem me ofru mendim, vizion të qartë edhe kontribut. E kam shumë vështirë pak të flas në vetën e parë, se zakonisht merrna me çështje e fenomene, po e di që nështë ta publiku ka qef me dëgju. Kultura dhe arti kanë me qenë natyrisht pjesë përbërëse e punës ime, fuqizimi i grave, mirëmbajtja e demokracisë, vlerave esenciale të vendit janë shumë të rëndësishme me pas njerëz profesionist në parlament. Thjesht nuk jam populiste dhe e di sakt se çka mund me kontribu për vendin. Besoj që ku vendi ma jep një mundësi për me dhënë një perspektivë ndryshe edhe në hartim, draftim të ligjeve, edhe në diskursin publik në përgjithësi. Mendoj që po kalon koha e politikanëve që po dojnë me mirëmbajt veten gjatë gjithë kohës me disa kauza të cilat nuk po i hyjnë shumë në jetën e qytetarëve. Besoj që unë kam qenë një zah shumë i artikulueshëm, edhe i komunitetit të artit dhe kulturës, edhe të fuqizimit të grave, dhe ma nuk, ku vendi nuk kam qenë i verbër për grupet e marginalizume, unë do t'jem zani i tëmve. Thjesht, kudo që kam e pas mundësin me i përfshi si perspektiv, qoftë në draftim, qoftë në shumë projekte të tjera, besoj që do t'i inicoj dhe do t'i zbatoj me përkushtim, sepse të qeni rritë sociologe ta jep një mundësi tjetër edhe të rezonimit edhe të trajtimit të shumë çështjeve që kanë të bëjnë me zhvillimin e shtetit. Kështu që kjo angazhim nuk lidhet vetëm me përfshirjen tënde politike, po daton
prej 2 dekada e gjysmë, do me thonë, unë gjatë gjithë kohës kam qenë sferën publike, e përkushtume për me zhvillu vendin edhe me emancipu, sepse vërtet jemi në një situatë shumë të vështirë dhe Kosova po i kërkon disa politikanë që kanë profesionalizëm, jo ma domosdoshmërisht për t'i gju hi syve edhe pastaj vetëm për të marrë pushtetin apo një pozitë, edhe për të vazhdu pastaj aty ku e kemi lënë. Ma kujtove një pyetje para misionit the nuk e di çka rollafe, ishëm të folë për politikën, gjenerat kishit qenë me Glau Konjufse, një shkretare në kuvendit. A ju kanë mësut njëjtë profesora ty edhe Glaukënve? Po. Se ai për shembull e ka një farë taktike kur del në televizor, ja bën qohi shkojmë në zgjedhje. Edhe tash kur e nin Sibelin, flet rrjedhshëm, nuk ja jep hapt, thash, a keni pas mësuesat e njëjta, e keni pas ndryshe, apo ata ja kanë gjetë qelësin kësaj pune? Po më duket që kemi lexu libra të ndryshëm. A keni lexu libra të ndryshëm? Kjo e bukur. Libra të tjera, ai ka lexu libra të tjerë, prandaj na kanë ndarë rrugët, ju kanë ndarë rrugët. Në qoftë se nau përsëritet një situatë e njëjtë dhe këto jam ka insistoj, a e zgjedh variantin e dytë LDK-ja për të kriju një qeveri të ish opozitës? Jemi tani në garë për të fituar zgjedhjet. Po, pyetje e lirë kjo, pa e s'ka diskutim. Dhe kemi një program shumë konkret e cila përcakton një vizion shumë të qartë. Qytetarëve po ua kërkojmë mbështetjen për këtë program, të cilin e kemi një lider të përkushtuar edhe jashtëzakonisht i orientuar që Kosovës t'ia ofroj stabilitetin e institucioneve. Kjo ka shumë rëndësi. Dhe besoj që qytetarët kësaj here do të na japin mbështetjen dhe do t'i largojnë edhe do t'i qesin në opozit një parti e cila me kauza artificiale, populiste, po përpiqen me mirëbajt vetën në pushtet. Okej. Dolen listat, si i pe krejt, partinë e parë, dytën, tretën, e kështu me radhë. A ke mujt pak me e bo një skanim të listave aktualisht që e ndalë, që kërkojnë besimin e qytetarëve për 4 vite të ardhshme? Ne si LDK jemi orientuar shumë që ta ripërtrim listën dhe besoj që e keni pa, kemi shumë aderime nga profesionistët të ndryshëm, të cilët me përkushtimin që e kanë pas jashta politikës do ta vazhdojnë edhe në lidhjen demokratike të Kosovës. Kështu që lista jonë konsideroj që është një prej listave më përmbajtësore, edhe ka një diversitet të jashtëzakonshëm që përfshin pothuajse të gjitha dimensionet e funksionimit të shtetit edhe zhvillimit shoqërisë në përgjithësi. E kemi pa që nuk kemi ripërtrirje të listave tjera. Kryesisht kemi pas aderimet tek lidhja sepse po besoj që qytetarët po e kërkojnë një farë rikthimi të LDK-s, sepse me rikthimin e LDK-s po është edhe një farë motivit i tëre i artikulum që po duhet me sjellë stabilitet të institucioneve. Me që po shkojna drejt funit, edhe me meq edhe me shok, duke bisedu, i shishëm këto aderimet në për subjektet politike. Që ne tonë këta njerëz me aderu në partin e tretë. Për shembull, partia e parë se kemi pa asnjë që ka aderu. Në partin e dytë kanë qenë pak, mos me thonë 1 ose 2. Në partin e tretë për një me për ta bëj pyetje kështu shumë sinqerisht, çka është që aja që kanë pa diçka, për shembull kemi pa shumë prurje në LDK? Është një motiv i qytetarëve për ta rikthyer LDK-n dhe tashmë nuk po munden me vështru apo me sodit LDK-n duke ecë vetë, po bashkangjiten për me ecë bashkë. Kështu që këta profesionist e kanë një jetë shumë të mirë
një jetë profesionale që vërtet asnjë prej tyre nuk e kishin me lanë komoditetin e vetë me u përfshi në betejë politike, po sepse po besojnë në lidhjen demokratike të Kosovës, e para, me vizionin që kemi ndërtu, dhe e dyta, kryetari Abdi Xhiku vërtet po e bën një punë të jashtëzakonshme. Konsistenca, vizionin që e ka ndërtu, përkushtimi për rikthimin e LDK-s, rritja e LDK-s, po jep shpresë për këtë vend. Prandaj nuk është e rastishme dhe slogani ynë, zgjedh shpresën, sepse ne po e ndërtojmë po përpiqemi me ndërtu një shoqëri e cila nuk përjashton, një shoqëri e cila nuk krijon polarizim, një shoqëri e cila po kërkon thjesht përfshirjen direkte të organizimit të shtetit nga Lidhja Demokratike të Kosovës. Kështu që prandaj nuk është e rastishme sepse qytetarët, profesionistët kanë filluar të shqetësohen me gjendjen politike, shoqërore, kulturore që është krijuar në vend. Dhe po na bashkangjiten për me ndryshu, sepse fundja ne këtu po jetojmë, apo jo, përpos që kemi një funksion publik, institucional, thjesht po i rrisim fëmijët, edhe vështërsitë që po i kemi janë të jashtëzakonshme. Dhe prandaj po besoj në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe ky besim që profesionistët e kanë, unë po besoj që edhe është një shpërfaqje edhe besimit të qytetarëve. Dhe ne kemi program dhe besoj që qytetarët do ta kenë kësaj here jo vetëm një program, po edhe personalitete nga më të ndryshme, vetëm për ta nxjerrë Kosovën nga kjo krizë që ka kapluar. Sibel, unë të falenderoj shumë edhe për kohën që gjete me artë e emisioni jonë. Shpresoj që kësaj radhe të kalosh këtë sfide dhe të jesh pjesë e Parlamentit Kosovës, menoj që je vlerë shtuar e shoqënisë tonë dhe ke çka me dhanë në Kuvendin e Republikës. Faleminderit jeton shumë për ftesën, faleminderit edhe për mendimin kritik edhe për angazhimin publik, sepse fundit ne mund të japim kontributin kudo që jemi gjithmonë të mirë të vendit. Faleminderit shumë. Para se me mbyllë, unë e ftoj bendin të këndoj edhe një këngë për fund. Unë ju falenderoj shumë edhe juve, ma keni bo qefin pa mosë, po shpresoj që në vazhdim do t'jeni pjesë integrale ose e domosdoshme emisionit Jetë o Jetë. Me qef, me knasi, çdo javë në. Tim kanë zënë dashnia, jare, tim kanë zënë dashnia, e mi murmente mia, jare, e mi murmente mia. E tim kanë zënë dashnia, jare, tim kanë zënë dashnia, e mi murmente mia, jare, e mi murmente mia. E një gjare, e kalmani cigare, e cigaria s'po më pihet, o ty jam rënë dashnie. E një gjare, o kalmani cigare, o cigaria s'po më pihet, o ty jam rënë dashnie. Tim kanë zënë dashnia, jare, tim kanë zënë dashnia, e mi murmente mia, jare, e mi murmente mia. E një gjare, e kalmani cigare, e cigaria s'po më pihet, o ty jam rënë dashnie. O një gjare, o kalmani cigare,
o cigaria s'po pihet, o ty jam rënë dashnie, jasha bebi. Një gjare, e kalma një cigare, e cigaria s'po pihet, o ty jam rënë dashnie. O një gjare, o kalma një cigare, o cigaria s'po pihet, o ty jam rënë dashnie.